qeveri të opozitës në qoftë se me jipet posti i kryeministrit. Tash nëse është parimore me najtë në opozit, ishtë dashë si pas që ati parimi edhe me vazhdu. Jo me kërku atë që faktikisht votusi nuk ta ka jep, e që është mundësia me dojnë para PDK-s me kryeministër. Edhe kur i shofim krejt këto zhvillime që ka ndodhë, edhe i shofim kritikat të cilat opozita i konda i kurtit, vërtet është në shpërputhje hapat që po i ndërmerë opozita në raport me kurtin. Se na pedim që kurti është keq, na pedim që i ka qujt hajvan, na pedim që jo veç i ka qujt, i ka delegitimu, i ka degradu, do më thonë pas prishjes së koalicionit të LDK-s më vëvën, LDK u përgjysmu vëvëja i mur 58 deputet, pra u dyfishu, pra na e dim që ka ndodhë me bashkëpunimet, veç aj që s'ka bashkëpunu me kurtin ka dalë mirë. Po prandaj nuk po do bashkëpunim veç me lëvizjen vetëvendosje Abdigjiku, po do një qeveri që kanë hise të gjithë. Po kjo është mu friksu, pra po thëmë, kjo është mu friksu dhe me strategjizu se ti pe den që nuk ndodhë, se kurtin nuk pranë një qeveri të Po, paka shumë po duket e parritshme, se me një herë akterët vetëvendosjes po thonë që nuk i takon partisë së tretë që delë për zgjedhjeve me iftu të tjerët në takim. Se po ndalimi nashta shumë të Lumira Abdigjiku, po duhet mu ndalë, sepse aty duhet me qenë pesha e presionit në mënyrë që me dalë për kësaj situate. Lumira Abdigjiku ka thonë qanë vyrë mu qeveria, me vjedh mi fitu do të ndira për veti për një vit, edhe pastaj vjen votimi presidencës dhe rëzona. Nëse hinti me këtë qasjen politik, pse duhet me të votu ty, herën tjetër, kur ti nuk përdojnë me marrë rrezikun për sipër, se po tutesh që nga pushteti ti veç fliqesh. Nëse me ndonë që veç kemu fliq, edhe kimi zhyt dur, po s'kime përmisu kur gjo, qysh vjen ti, në zgjedhje të ashme dhe ma lyp mu votën. Jo, do mos do pritja është kjo ndotja për shkak të korupcionit ose gjërat të tjera. E citova, tha i marrë do të ndira vjetë, a i ka thonë, nuk jam të e thonë une, pikresht dhe mu ka qudit, sepse duhet me shku menja ty të korupcioni, ja nuk ishtë dashme pas pak ma shumë kontrol mbi pushtetin që e mera. Kështu që krye fjala e fushatës ka qenë me hek Albin Kurtin, tash kur jemi në opozit, gjëja kryesore është mu diferencu partit opozitare njëra për tjetrës, edhe të shpresu se kush përshkon afer Kurtit që me përfitu partia tjetër elektoralisht, gjë e cila besoj une që në fund fundit shkojnë në favor të pushteteve që janë matë forta, që janë populiste dhe që kanë tendenca autoritare që është Kurti. Dhe komentet e njerëzve të vetëvendosjes paka shumë ishin që Lidhja Demokratike po do koalicion, por jo edhe pa Partinë Demokratike. Paka shumë kështu përkthyje prej disa akterëve të LVV-s. A mund të interpretohet edhe në këso forme, me qenë se Abdigjiku po efton edhe Haradinajn, edhe Limajn që t'jen bashk? Po, Haris, që a mune me thonë është që dje, që ka bu Kurti nuk është që i ka bu veç ofirt LDK-s, i ka bu edhe shantaj. I ka thënë që ti